nisi një udhëtim familjar, mirë po përfundoi në prangat autoriteteve serbe. Ish-zyrtari i policisë së Kosovës, Nexhat Pireva, u arrestua sot në pikën kufitare të Dheu i Bardhë dhe pas disa orëve presioni e marrjen e pyetje, u lirua. Për këtë rast, informoi Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës përmes një njoftimi zyrtar. Pas marrjes në pyetje për rreth 4 orë, zotri Pireva është liruar dhe aktualisht ndodhet në liri. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës dënon veprimet e vazhdueshme të autoriteteve serbe, të cilat përbëjnë keq trajtim të shtetasve të Republikës së Kosovës dhe janë në kundërshtim me marrëveshjet e nënshkruara mes dy shteteve. Sipas ministrisë, Nexhat Pireva po udhëtonte bashkë me familjen për në Bujanoc. Me ndalimin e sotëm, Pireva i është shtuar listës së gjatë të kosovarëve, të cilët pa ndonjë dëshmi të fortë u arrestuan nga Serbia. Një nga ta është edhe Nezir Mehmetaj, i cili u mbajt në burg të Beogradit për 6 vite, pa ndonjë bazë ligjore dhe pa vendim të formës së prerë. Mehmetaj ne vizitoi sot ministrin e detyrë i drejtësisë, Vlerem Sallahu. Pak ditë më parë, presidenti Osmani priti në takim edhe ish-zyrtarin tjetër të policisë së Kosovës që u arrestua nga Serbia, Arbnor Spahiun. Mendoj që kjo fushat ka filluar qysh herët me shkallën e 150 aktakuza nëpërmes faqes të Interpolit, ka qenë kërkim për arrest dhe ajo me kohë është injoruar nga shumica e shteteve që kanë një formë, po shohin që janë këto arreste të fabrikuara gjithsesi pa ndonjë bazë. Dhe mirë po nga disa vende ato po zbatohen. Përveç Serbisë, ato po zbatohen Republika Srpska, po zbatohen nga një në Maltezi edhe nga autoritetet përsëri në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ibishi, që në të kaluarën ka qenë pjesë e policisë së Kosovës, u bën thirrje veteranëve të UÇK-s që të shmangin kalimin nga Serbia. Problemi po është gjithashtu nuk është fare sigurt edhe udhëtimi në rrugë toksore edhe në pjesën në Maltezi për të fituar drejtimin të krahasisë për Europë, po njëkohësisht edhe për Maqedoni. Mendoj që këto duhet me kujdes të kenë parasysh edhe që si pjesëtarë e ushtrisë të Kosovës apo i pjesëtarë të ushtrisë të Kosovës do të jenë shumë të kujdesshëm. Thirrje për të shmangur kalimin nëpër Serbi në vazhdimsi ka pasur edhe nga Ministria e Punëve të Jashtme.